Vllaznia nis me fitore të thellë kampionatin e futsallit me drejtorin, por edhe trajnerin e ekipit Vllaznisë Arben Xhaferi. Urime. Faleminderit. Një kundërshtar modest, por gjithsesi luhet i fortë përballë Vllaznisë si ekipi i forcave të Armatosur. Nuk mund ta quajmë që s'është në nivelin ton, por ekipi i forcave armatosore bën lojën e vet. Nuk është se nuk u impenju, por predominoi eksperienca e ekipit ton, ndoshta edhe përgatitje fizike që ne kena 5-6 muaj që bëjmë stëvitje dhe këtë gjë djemtë treguan në fushë dhe diferenca u pa. Por gjithsesi meritet edhe atyne dhe i lumshin konta edhe atyne. Nis sot kampionati. Cilat janë objektivat e Vllaznisë për të mbrojtur titullin sërish? Unë kam thënë edhe herë tjetër, është më vështirë me mbrojtë titullin se sa me fitu. Ne jena si fitues në fuqi të kampionatit. Normal që objektivat tona nuk janë minimaliste, janë minimalisht të kalojmë në Final Four, në play-offin me 4 skuadra, dhe aty më së nejtë fintoftë më mira. Gjendeshje e letër, gjendeshje ndoshta pak e lehtë në letër, por e ashpër në shumë dy luftime, pam dëmtimin e Gokajt, pastaj edhe të portierit. E vërtet. Shiko Gaci, ku një ekip është duke humbur 6-7-0, është krejt normale që do të dalin edhe fija e ego sportistit, do të dalin edhe ajo forma e egër e një sportistit, sepse po të lush edhe një mitësore dhe ke qef me fitu, jo mo që është një ndeshje që është e kampionatit kombëtar. Goka ju kthye në fushë, por portieri Tafa nuk mundi të vazhdojë me që është gjendja e tij. Me çunat fole pak më përpara, nuk është gjendja e keqe. Ka një problem Semir i Gokaj tek dora, shohim, shpresojmë për jo sepse javën tjetër kena prap ndeshje, por mendoj që do të rekuperojmë, shpresojmë që po. 3 gola për Djepazhin, shënuesi më i mirë i kësaj ndeshje që unë do që nga Samir Hyseni me 2. Tash me fol për Ari Djepazhin, unë jo se nuk e kam luksin, por Ari Djepazhin e njeh bota sportin Shkodra e njeh mirë. Ai e tregoi veten si profesionist, shënoi golet e tij, ndihmoi edhe shok dhe i uroj më të mirën për te. Kë mendon në rivalet kryesor në garën për titullin kampion këtë sezon? Atëherë, unë nuk kam qef me bëj emra për motivin e thjeshtë sepse të gjithë hinë për me arrit disa objektiva që janë minimalisht si stash Final Fouri. Por gjithmonë duke pas parasysh dhe vitet e kalume është Flamurtari dhe Tirana që janë pretendente për fitimin e kampionatit së bashku me ne. Kur luhet dhe java e 2 të kampionatit? Java 2 o të shtunën e dielën e ardhshme në Tiranë për kundërshtar e Jata Market. Shpresoj që të luhet në Aslan Rusi, por akoma s'kemi një konfirmim. Suksese, profesor. Faleminderit.